Besimtarët musliman sot kanë rikujtuar njërën nga betejat më të rëndësishme të historisë islame, ditën e çlirimit të Mekës, që ndryshe njihet si epicendre e muslimanëve dhe djepi i shpalljes. Me këtë rast, Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar, namazit të drekës i ka paraprir me programe adekuate që rifreskojnë memorien mbi zhvillimet kryesore të kësaj dite të shënuar, ndërsa manifestimi qendror i ditës së çlirimit të Mekës u mbajt në xhaminë e fshatit Gradec. Muftiu i Muftinisë së Gostivarit Sabaudin Zendeli tha se në këtë ditë të muajit të bekuar, ushtria islame që për komandant kishte më të mirin e njerëzimit, profetin Muhammed, paqja qoftë mbi të, hyri në Mekë, por jo duke derdhur gjak e për t'u hakmarrë për torturat e jo besimtarve ndaj besimtarve, por në mënyrë paqësore dhe pa dëmtuar askënd. Kjo bë shkak që Islami të përqafohej në mënyrë masovike dhe të shtrihej në tërë gadishullin arabik dhe jo vetëm. Mekja ka statusin e një vendi që nuk ka luftë. Dhe pejgamberi alayhis salam duke mbrojtur identitetin e këtij qyteti dhe atë që Allahu e ngriti këtë qytet nga Ademi alayhis salam, bëri përgatitje që ai vetëm ai kishte njohuri. Dhe kështu që në 10.000 ushtar mur drejtimin drejt Mekës. Derisa arritën para Mekës, atëherë kuptuan se pejgamberi alayhis salam përse ishte nisur në këtë ekspedit. Dhe ajo që na jep shembull më të lartë se si pejgamberi alayhis salam do të kthehet në vendin në cilën u fije, u torturua, u vrarën besimtarët, u shkatrua pasuria dhe gjithçka që është më e shenjtë për njeriu. Dhe pejgamberi alayhis salam do të hyjë në këtë qytet dhe do të çliron këtë qytet pa gjakderdhje. Urdhni i tij ishte: ju mos sulmoni, nëse nuk sulmoheni. Derisa të sulmoheni, atëherë do të mbroheni. E dita ishte se pejgamberi alayhis salam hyrje në qytet e bëri me një modesti dhe përullësi të lartë, duke falendëruar Allahun fuqiplot, sepse nga ky qytet që kishte mallëngjim të madh, ai u largua vetëm 2-3 persona ishin që u largua, ndërsa Allahu i mundsoi që të kthehet me 10.000. Këto momente të bukura feste u shoqëruan me ilahi dhe bukur lexim të Kuranit nga kori i Muftinisë së Gostivarit dhe nga hoxhallar që shquhen për zërat e tyre të bukur në këndimin e fjalëve të Zotit. Çlirimi i Mekës për nga forma sot do të nënkuptonte çlirim nga mendje madhësia e fitores, çlirim nga hakmarrja ndaj humbësit dhe poshtërimit të munduarit, çlirim nga dalldisja me veten dhe të bërit gjërat për hir të Zotit, çlirim nga paragjykimi mbi origjinën dhe përkatësitë e ndryshme.